Shkues nderuar, mirëmbrëma, mirë se vini në debatin e radhës zgjedhore. Sonte do të diskutojmë një nga temat më të rëndësishme të zhvillimit ekonomik dhe cilësinë e jetës së qytetarëve të Kosovës, pra është fjala për energjinë dhe ambientin. Kosova vazhdon të përballet me sfidat mëdha në sektorin energjetik, nga siguria e furnizimit me energji elektrike, kapacitetet prodhuese, investimet në energjinë e ripërtritshme dhe çmimet e energjisë deri tek mbrojtja e ambientit, ndotja e ajrit dhe përmbushja e standardeve evropiane. Po ashtu në vitet e fundit ka pasur debate të shumta për të ardhmen e temave centraleve, importin e energjisë, transparencën në sektor, pagesat e energjisë në veri të vendit dhe menaxhimin e ndërmarrjeve publike. Pra qëllimi i këtij debati është që qytetarët të dëgjojnë qartë çfarë ofrojnë secili subjekt politik për zgjedhjet e 7 qershorit në këtë fushë. Të ftuar sonte pra kemi zonjën Blerta Deliu nga Partia Demokratike e Kosovës. Blerta, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Kemi zotin Visar Azemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Visar, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kemi zotin Florin Krasniqi nga Partia Sociale Demokrate. Florin, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe pas pak do të na bashkangjitet edhe zoti Lepenot Bislimi nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ndërkohë që edhe sonte lëvizja vetëvendosje nuk ka dërguar asnjë përfaqësues për të marrë pjesë në këtë debat. T'ju kujtojmë pjesëmarrësve që për fillim do të keni hapësirë 3 minuta për të shpalosur programin, 2 minuta kemi në pyetje tematike dhe nga 1 minutë në replikë. Blerta, flasim fillimisht për sigurinë energjetike dhe kapacitetet prodhuese. Si e vlerësoni gjendjen aktuale të sektorit energjetik në Kosovë? Ndoshta është tjera prej temave më të përfolura të viteve të fundit. Në fakt, një sfidë e jashtëzakonshme e Kosovës, mënyrën se si ne jemi qasur, po e them jo ne, por qeveria në detyrë ose qeveria e cila ka pas mandat, si është qasur sektorit sigurisë. E para ka qenë një nonshalancë e hapur e qeverisë në raport me trajtimin e kapaciteteve të reja energjetike në Republikën e Kosovës, prej gazpërshuesit e deri tek problemet kryesore që i ka pas Kosova, e që janë investimet e munguara në për rrugë, investimet e munguara në hekurudha, mungesa e vullnetit politik të qeverisë që ta trajtoj si strategji kombëtare, interes kombëtar, çështjen e investimeve në sektorin e energjisë. Ju e dini që ne në kuvend jemi munduar ta trajtojmë thellësisht këtë problematik, qoftë me nevojën që t'i themi hapur qeverisë që të mendoj për afrimin e Kosovës me gazsjellsin këtë pak, një investim i munguar i Kosovës që e ka dëmtuar në masë të madhe jo vetëm raportin tonë me aleatët tonë kryesor, por edhe ka dobësuar Kosovën ekonomikisht. Në anën tjetër, çfarë kemi pa gjatë kësaj kohe ka qenë një rritje pa përballueshme e çmimeve që është shfaqur tek qytetarët e Kosovës mbi 100%. Janë rritur fakturat e energjisë elektrike gjatë këtij mandati qeverisës dhe kjo rritje nuk ka ndodhur për shkak të ndryshimeve në gjeopolitika, sepse sfundi ose viteve të fundit qeveria ka zgjedhur që ta arsyetoj rritjen e çmimit të rrymës me faktin që ka ndodhur rritja në gjithë botën, duke përmendur edhe luftën në Ukrainë dhe zhvillimet tjera të cilat kanë pasur për pasojë rritjen e çmimit të energjisë. Një fakt duhet të thuhet dhe është i pakontestueshëm. Aferat e panumërta korruptive, të cilat kanë ndodhur në qeverisjen e fundit. Dëmtimi i buxhetit të shtetit në 37 milion euro. Pra janë 37 milion euro që kjo qeveri i ka keq përdorur me rastin e procedurave të prokurimit që lidhen me rastin e energjisë. Dhe këtu du të përmend vetëm ish drejtorin e Kekut, zotin Krasniqi, shkëmbimet e tij në WhatsApp ku vendoset se ciles kompani t'i jepet tenderi. Dhe nga këto pasoja të keqpërdorimeve në 37 milion, dëmi më i madh është bashkë qytetarit të Republikës Kosovës, i cili është detyruar të paguaj faktura me të shtrejta, ndërkohë që qeveria ka pasuruar xhepin e vetë. Qeveritarët e Kosovës, prej Martin Berishajt, Nagip Krasniqit, Dejona Mihailit, mesazhet telefonike në WhatsApp, cilat kanë qenë fakte të mjaftueshme për prokurorinë e shtetit, kanë folur hapur për mafinë energjetike të Republikës së Kosovës, ndërkohë që projekti i gazsjellsit është ndërprer për shkak të paaftësisë së Albin Kurtit që t'i hap vizion Republikës Kosovës e të siguroj që gazsjellsi të jetë pjesë e sigurisë sonë kombëtare dhe projekti strategjik që e lidh Kosovën me SBA-n. Visar,
Sipas si është gjendja dhe çfarë ofron programi i LDK-s për çështjen e energjisë, për investimet, për faturat, alternativa të tjera të furnizimit me energji? Faleminderit për pyetjen, ndoshta fillimisht kisha dashur me elaboru veç pak aspektin se çka i duhet Kosovës dhe cila është baza aktuale me energjinë ose furnizimin me energji elektrike. Pra për qytetarët është mirë me ditë që kërkesa për energji elektrike nga qytetarët, nga bizneset, shkon përtej kapaciteteve të tanishme gjeneruese që Kosova i ka në dispozicion. Pra si Kosovë nuk mundemi me bë asgjë për me mbulu gjithë kërkesën me energji elektrike që vjen prej qytetarëve dhe bizneseve. Dhe rrjedhimisht obligohemi ose detyrohemi me dalë me ble energjinë elektrike në treg. Dhe cila është zgjidhja e kësaj, me këtij problemi është ngritja e kapaciteteve të reja gjeneruese që nuk e kem pa në asnjë moment në këto 4 vite ose 5 vite më mirë me thonë të qeverisjes në lërgim. Pra i gjithë kontributi i tyre ka qenë se si me varësu Kosovën më tej nga importet të cilat u menaxhojshin nga Nagipi, Martini, e sfundmi nga Vuk Hamovici, që na e kanë shtrejtu fakturën e energjisë elektrike spaku 2 fish ma shtrejt në këto 4-5 vite. Dhe zgjidhja është centrali me gaz, atë central me gaz të cilin e kishin refuzu këta posa erdhe në pushtet, me pretendimet se nuk është projekt i duhur, madje edhe me përqeshjet se ky gaz qenë ka gaz rus, jo amerikan. Dhe Kosovën e ke lënë të varur nga importet e energjisë elektrike, nga ata të cilët i përmenda më herët, dhe në këto 4 vite 1.1 miliard euro kanë dalë nga buxheti i Kosovës, nga taksat e qytetarëve të Republikës Kosovës për import të energjisë. Dhe kur i përkthen këto 1.1 miliard euro në ditë sa kem pagu në energji elektrike, i bie që mbi 600.000 euro çdo ditë Kosova ka ble energji elektrike nga jashtë, duke i nxjerrë këto para jashtë dhe duke mos investu asnjë cent në kapacitete gjeneruese. Pra çka ke mujt me bë është me revitalizu Kosovën A dhe B, me ngrit kapacitetet prodhuese të tyre dhe me u fokusu në partneritet strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për gazifikimin e Kosovës që na kishin pru në tryezë dhe të cilën e kishim përzan nga tryeza. Dhe jo vetëm mundësin, por edhe një shumë të konsiderueshme të parave, si grant me MCC, të cilën këta thanë që nuk po investojmë në gaz, po i çojmë në bateri dhe për cilën s'ka ndodhur akoma kur gjë. Pra 5 vite në pushtet, asnjë investim i vogël nuk ka ndodhur. Pra pse ka qenë dhe pse duhet jetë, sepse kjo është edhe pjesë e programit qeverisës të Lidhjes Demokratike të Kosovës, gazifikimi dhe projekti i centralit me gaz i rëndësishëm, është pikërisht për ta furnizu Kosovën me energji elektrike, por edhe për të qenë akteri kryesor në Ballkanin Perëndimor i Shteteve të Bashkuara si aleat strategjik për me dominu Ballkanin Perëndimor në sektorët e energjisë. Zoti Krasniqi, pra si që thanë edhe parafolësit tjerë, interes kombëtar është investimi në sektorin e energjisë për të mundësuar edhe furnizim të rregullt dhe për ndikuar tek mirëqenia e qytetarëve, sepse kjo ndikon drejt për drejt në faturat e energjisë. Si e keni vlerësu ju si PSD gjendjen e deri tanishme dhe çfarë ofroni nëse eventualisht do të jeni në Parlamentin e Kosovës pas zgjedhjeve të 7 qershorit? Edhe njërë faleminderit shumë për ftesën, me qenë se emisionit tjerë nuk po naftojnë. Faleminderit shumë për ftesën, mendoj se vetëvendosja ka vendos me marrë vetëm menaxhimin e institucioneve publike, jo mu ballafaqu me kundërshtar politik. Kjo është një formë pa pamën në demokracitë progresive, liberale të botës. Nuk e di ç'a ndodh më saj, po kjo është përdhimbje. Faleminderit edhe një herë për mundësinë. Unë jam fans i realitetit qysh është, jo me polirat, shumë me ly. Unë personalisht jam akter shumë i rëndësishëm i energjisë dhe gjenerimit të energjisë në Kosovë. Kur ka përfundu beteja armatosur për shtrimin e Kosovës, unë e kam fillu betejën për revitalizimin edhe rigjenerimin edhe gjenerimin e energjisë elektrike të Kosovës. Pej 2002 deri në 2009 kam përveç 70 milionëve që i kam marrë kredi ndërkombëtare, kanë kreditë e para më të mëdha ndërkombëtare prej Shtetit të Bashkuar të Amerikës së Pikit,
kam investuar edhe 10 milion parat mia për gjenerimin dhe revitalizimin e hidrocentraleve të ekzistuese. I kam revitalizu 3 hidrocentrale, e kam marrë me leasing e ato hidrocentrale njerëz që tash janë ma transishme të vetëvendosjes ku Mimoza Kusari, e një pjesë ja kanë shit, kekit ja kanë shit shumë lirë, po 5 hidrocentrale ja kanë falë. Edhe për ato është akuzu edhe prokuria marrë me atë punë. Praktikisht vetëvendosja, njerëz të vetëvendosjes, pakon në pushtet, ja kanë falë kompanisë turke hidrocentrale që unë i kam revitalizu me shumë pare, me shumë mund, edhe i kam marrë me leasing për 20 vjetë. Pse i kam marrë me 20 vjetë? Se unë mendoj se energjia nuk do të mu privatizuar brutalisht. Gjithmonë punohet me leasing, si gjithkush me fitu ka pak, edhe unë me fitu pak, edhe bankat me fitu pak. Po jo mu abuzu sistemi energjetik në Kosovë. Atëherë jam shumë i zhgënjym me faktin se unë e kam lënë sektorin e energjisë, edhe vend se me vazhdu me investu në sektorin e energjisë, kam investu në krijimin edhe zhvillimin e një monstrumi politik që është vetëvendosja. Me angazhimin tim politik në vetëvendosje, atëherë qeveria tha që mi ka ndalu të gjitha projektet energjetike, edhe haptas, pa asnjë tërp. Thonë Florent, ti nuk je i mirë se ardhën me investu në energji në Kosovë. Nuk ka ardhur tërp, nuk kanë bë mas shpine, ti po na kritikon, edhe ti mo nuk je i mirë se ardhën. Kështu që unë në vend se me vazhdu me investu në energji, e me një mu kombit edhe popullit temë qytetarëve të mi, ja u kom kriju një monstrum politik që është vetëvendosja, e për ata më vjen keq edhe kërkoj falje publike për një gabim strategjik ose gabim jo të mendu mirë e kom bë. Unë e ma mirë kam investuar në energji edhe në ndihmë Kosovës. Faleminderit shumë. Tani na është bashkangjitur edhe zoti Levenot Bislimi nga Aleanca Parambërinë e Kosovës. Levenot, mirë mbrëma, mirë se ardhët. Mirë se u gjej. Falni për vonesën. Atëherë keni hapësirë 3 minuta Levenot për shpalosur programin e AKS çfarë ofroni si alternativë për çështjen e energjisë, investimet që duhet të jenë edhe për termocentrale dhe çështje tjera që lidhen me këtë dikaster. Atëherë Aleanca shprehur në lidhje me këtë temë, shumë qartë azi, ne do të thotë jemi projektuesit të sovranitetit energjetik qysh me qeverinë Haradinaj 1, dhe është qeveria Haradinaj 2, do të thotë në vitin 2017 që e kanë nënshkruar kontratën me Kontrglobal me qëllim që të krijohet Kosova e re. Sot e dim se çfarë është bërë me këtë projekt, i cili për 10 vite më shumë është negociuar jo vetëm nga qeveria Haradinaj, po edhe nga qeveria Thaçi, e Mustafa e tjerë, po kishte fatin zoti Haradinaj që ta filloj këtë projekt dhe tjetë nënshkruesi i kontratës në fund. Ne duhet patjetër që të punojmë rreth sovranitetit të energjisë elektrike. Jemi pra që për privatizimin, procesin e privatizimit në lidhje me energjinë elektrike dhe modelimin së bashku me Alpex, pra në kuadër të Alpexit me Shqipërinë londineze, që të kemi pra një exchange me shtetin shqiptar në lidhje me energjinë dhe një bashkëpunim të ngushtë pra partenarial. Problemi që kemi ne sot është që me refuzimin e projektit Kontrglobal pra Kosova e re, kemi humbur një shans të madhe për pavarësimin e energjisë elektrike dhe dimi pasaj pasojat të cilat i njohim gjithë, pra që i kemi sot mbi 900 milion shpenzime, gjersa projekti komplet ka qenë 1.3 miliard për Kontrglobal dhe për 20 vjet e ardhshme ishte nën dorën e tyre, së bashku me një çmim pequja ashtu në tavan me 80 euro megavatin, siç e dini gjithë. Sot jemi dikun ka 300-400 euro megavatin dhe gjysma energjisë elektrike pra importohet nga rrjeti serb, për këtë besoj që nuk ja vlen të flasim shumë. Kështu që qeveria Gjini në këtë rast, e Ardian Gjinit, e ardhshme do të bëj çmos që të ndahemi dhe të pavarësohemi nga Serbia dhe të rikthehemi me partnerët tonë në nivelin e ndërmarrjeve private që implementimi për privatizimin e energjisë elektrike të bëhet në partneritet me ta dhe në hapa më të sigurt që mos dëmtohet ekonomia jonë
përgjatë këtij implementimi pra të privatizimit të energjisë elektrike në Kosovë. Keni edhe disa sekonda, kohë derisa të vjen 30 sekonda derisa të vjen sinjali. Okej, më falni se nuk e kuptova formatin. Atëherë, pra, si do të bëhen këto në hapat e mëtejshëm, ne përsa të vim në qeveri, do mundohemi që t'i thrasim spari gjitha firmat e mëdha të Kosovës, kompanit, po edhe konsumatorët përfaqësues të shoqërisë civile që të mund të shohim së bashku me ta, pra se si do të implementohet kjo marrëveshje me Alpexin. Okej, faleminderit Blerta. Cilat janë projekte konkrete që si PDK planifikoni për rritjen e kapaciteteve prodhuese gjatë mandatit të ardhshëm? Po, qeveria e udhëhequr nga Partia Demokratike e Kosovës natyrisht që trajton energjinë e tash si çështje të prioritetit kombëtar dhe si parakushte melor për zhvillimin socioekonomik të Kosovës. Ne jemi gjatë gjithë kohës në terren, takojmë qytetarë, takojmë biznese. Isha së fundi në Gjakov dhe takova disa furtarë cilët zgjohen orën 2 të mëngjesit në mënyrë që të sigurojnë biznesin e tyre, të pjekin bukët në furrë, e të sigurojnë po ashtu mirëqenjen e tyre. Besoni që shqetësim kryesori tyre ishte çmimi i rritur i energjisë dhe pa mundësia që ata të fitojnë nga ky biznes. Na thanë që mbrin vetëm paga të sigurojnë për shkak të kostos së lartë të energjisë elektrike, prandaj ne kemi para pa investime në energji, në një infrastrukturë moderne dhe teknologji të reja, cilat do t'i ndihmonin posaçërisht bizneset. Kosova e dini që ka burime të mjaftueshme energjetike, në fakt ka pasur mungesë të vullnetit politik që këto burime energjetike të trajtohen me mençuri, të trajtohen dinjitetshëm dhe të ketë një vullnet politik të qeverisë që të punojë që t'ja u lehtësoj barën edhe qytetarit Kosovës, po edhe bizneseve. Po ashtu, qeveria ka para pa një masë, qeveria e udhëhequr nga PDK-ja në këtë rast, ka para pa masa shtesë në uljen e tatimit vlerës së shtuar për energjinë elektrike. Konsiderojmë që zero tatim në këto fakturat e energjisë do t'jetë një barë më e lehtë për këtë rritje të lartë të çmimit të energjisë dhe do t'ju siguroj qytetarëve të Kosovës mirëqenie më të mirë në rast se TVSH-ja largohet prej fakturave të energjisë elektrike, sepse konsiderojmë se kështu edhe ulet bara financiare për qytetarët, e rritet gjithsesi fuqia blerëse e qytetarit Kosovës në treg, që është jashtëzakonisht e ulur. Kemi para pa po ashtu edhe modernizim të kapaciteteve të reja energjetike. Mendojmë që Kosova ka sot nevojë që t'i trajtoj me prioritet infrastrukturën në fushën e energjisë, në mënyrë që të siguroj kapacitetet të reja dhe të rrisë efikasitetin e prodhimit në Kosovë. Visar, cilat janë alternativat që pavarësohen nga importi? Fakt, po du mi përmenja 3 shtylla ku kemë u fokusu. E para është me nalë hajnin. Mi zvoglut, lutë. Ja, në mushim mi zvoglu në akem kërë vizioni. Loren, këta qesionarët sot këtu, nuk janë arë sepse krejt hajnin e kanë zhvillu në sektor të energjisë. Dhe din ata, dim edhe në krejt, edhe normalisht që s'ka kush ftyrë me arë mu ballafaqu këtu, me asë njërin prej neve, se qka kanë bo ata nuk i lanë kur gjohë. Pra hajnin do të menalë, importin do të menalë, me zvoglu importin, do më thonë me zvoglu importin që na mos me pas rritje çmimit. Dhe në pikën e parë të programit për energji, Lidhja Demokratike e Kosovës ka shpall moratorium të ngritjes së çmimit të energjisë elektrike për 4 vitet e ardhshme. Dhe këtu kemi ndërhy me 0 TVSH në fakturën e energjisë elektrike dhe kur nuk mbrihet, atëherë shteti ka me subvencionu për me majt një çmim të balancuar dhe të përballueshëm për qytetarin. Por importi është seni i parë që ka shkaktu hajni pa para pa me nëherë në kryme Martinin, Nagipin e Vukhamovicin. E dyta është kthimi i pareve të vjedhuna me njësort elektrik. Secili qytetar i prekun, i vjedhun nga Keci e i mbrojtën kjo hajnin nga qeveria e Kosovës, secili qytetar që është prek, është vjedh, kam ju kthy paret centëm cent. Kjo është edhe zotim i Lidhjes Demokratike. Nagipi kjo na kanë vjedh, po Hamovicin e ka plaçkit. Ka dallim këto. Po bashkën kanë çatje. Këta hajnia dhe plashka kanë dallim. Ai Hamovicin e ka plaçkit, këta i kanë nimu për hajnizmin e vjet. Ai diçush i kanë nimu kjo, se ky s'ka investuar asnjë cent në kapacitet të regenerues. Investu kur e merr tokën. Edhe kur s'investon asnjë cent, obligohesh me detyrohesh për me importu. Kur importon, Nagipi Martini i menaxhojnë importet, ky Hamovici e ka transportin që ta bën energji.
Dhe e treta, për me rregullu sektorin energjisë, që unë fola edhe pak më herët, është centrali me gaz, nuk ka alternativë tjetër për Kosovën pas një ndërtimit të centralit me gaz në 500 MW. 500 MW kapacitetet të reja të burimeve të ripërtritshme me erë dhe 500 MW kapacitetet të reja të burimeve të ripërtritshme me energji solare. Dhe kësaj na mundemi me u bazu në prodhimin vendor tonin dhe me mbajt çmimin e energjisë elektrike të përballueshëm për qytetarin. Zotë Krasniqi, çfarë? Po, neve na ka pas zoti shqiptarët me energji, nuk ka një vend në botë, nuk e kam fjalë vetëm për Kosovën. Me përshtim të vendeve që kanë naftë, Arabe, Venezuela, vend që kanë shumë naftë. Po, për ka energjia nuk ka një vend në botë që është më i koordinuar se na me Shqipëri. Shqipëria ka 90% kapacitetet ujore, na i kemi 90% kapacitetet me thëngjil, edhe këta kombinohen aq mirë se thëngjilli nuk mundesh mi nal termocentralet. Mundesh mi nal, po du mi aqit 3 kamiona mazot që mi dhezë edhe njerë, mundesh mi zvoglue kapacitetet. E me ujë turbinën më të madhe 150 MW e nal për 1 minutë. Është procesi shumë i thjeshtë. Piki janë ka altitudë pa pamën e Evropë. Na kem pikin shumë madh. Për shembull, unë kam shkuar në dhomën e dispatcherit dispatcherit të energjisë. Ai gjithë natën merr kërcënime për fshqive si mos na shtin rrymë me zord në sistem. Se na nuk mundemi ndalë, nëse i prodhojmë 800 MW e në 2 natë kem nevojë për 200 MW, na 600 MW duhet më ia gjujt diku në sistem. Kanë konflikte të jashtëzakonshme. Për shembull, kjo qeveri që s'don me blerë rrymë, ka mundë të bëni një program shumë të thjeshtë me 1 milion euro. Mi bëni park ku makinat elektrike mundën më shku më mbush natën, prej 2 deri në 4 mëngjesit. Furtarët, njerëz që punojnë, mi kryej operacione të roma të energjisë elektrike natën, që dispatcheri mu liru prej presionit, me Shqipnin mu koordinu me pikin ata minalit dhe centralet ku na kem rrymë të mjaftueshme, po kjo është çmenduri, krejt kjo është bon. Nuk e kam kur gjo kundër kukuj. Krejt kjo është bo se energjia në botë, burimi më i madh i korrupsionit krejt botë që 150 vjet është energjia. Kur energjia nuk blehet pa meto, se blen kur as ta shesin ata pa meto. Nuk ta shet kur duhet i dhon dikuj para për me ble energji. Vetëvendosja që kanë hek këtu partitë tjera me metët vogla, vetëvendosja ka gjetë mënyrën. I ka marrë 200 milion përmes metësh, çka më marrë me të nderat vogla me korrupsion tim. E ka gjetë mënyrën e marrjes fare. Për sa të kalojë të berta 1 minutë. Unë pata 1 minutë shumë ndërhyrje të shpejt, po e përmendni natën. Pikërisht natën kur ty të garantohet me lec çmimi energjisë elektrike më i lirë. Po, sepse ka vendim zëri. Po të kanë vjedh. Po. Të kanë vjedh me sahata, se sahati natën ta ka llogarit energjinë me shtrajt. Po kur të vjedh Shqipëria, pse mos vjedh ai vogël? 700.000 sahata janë të instaluar në Republikën e Kosovës, ambisni dhe biznese. Nga 1 cent ditën 7.000 euro në ditë kesh përdorim. Nga 1 euro 700.000 euro në ditë. Kalkuloni për vite me radhë sa i bie. Prandaj nuk ka kuptim më thonë se i keni vjedh natën e ditën ka kanë mujt. Kto dashta me ndërhyse, po ashtu është, po ka ndodhur hajni e madhe me sahata e që kjo hajni duhet më kompenzuar mja ky parë qytetare. Okej, Bleta mund të inkuadrohesh edhe këtë dhe vetëm shkurt për me u lidh dhe me ato që e thanë kolegët, natyrisht para u kanë kur ma skandaloze qasja e keqpërdorimit të energjisë me mesazhe telefonike ku drejtori i Kekut, Nagip Krasniqi, me udhëzime të Dejona Mihailit vendos se kur me ulal rryma, kur me ulshu rryma. Një njeri që akuzohet, të më thonë që i ka bo dëm bugjetit shtetit, një dëm mbi 3 milion euro. Merret në mbrojtje nga kryeministri, në seanca plenare, në deklarime publike, Martini, Nagip janë himnizu, merreni me mend për shkak të keqpërdorimeve tyre valon. Sot qytetarët e Kosovës me nxija dalin me faktura. Pra parate qytetarëve të Kosovës shkojnë në xhepat Martinit, shkojnë në xhepat Nagipit dhe kemi një koordinatore që nuk ka pushtet ekzekutiv, po ka pushtet shumë atë fuqishëm se pushteti ekzekutiv, pushtet absolut, që është Dejona Mihaili, e që vendosi thot drejtorit Kekut, hajde në filan vend, gjete kapelen edhe unë e ti po merremi vesh kujt mi adhon të ndirin. Dhe merreni me mend çfarë do të thot kjo për një shtet ligjor për cilin sot po na flet Albin Kurti. Pra të njëjtit i kanë dëmtu qytetarët e Kosovës, i kanë varfru, janë koordinu me ZRE-n. ZRE-ja ka qenë në harmonit plote koordinune kur me i rrit tarifat. Fakturat e energjisë elektrike, kur jo. Qysh i ka konvenu Albin Kurtit, janë rrit tarifat e energjisë elektrike, në anën tjetër,
Ti po e thëmë, e ke dëmtu shtetarin, atë furtarin e shkret, atë njeriun që ka hapë kompani isha në Malishevjave në kalune, një kompani për prodhim të gjamit, fabrik për prodhim të gjamit. Ta nas kem kapacitete, kemi ble pajisje miliona euro, kemi hapë vendet reat punës Malishev. Mu tham nalit rryma, unë s'kam kapacitet për prodhim. Këtë që nda parë prisha. Absolutisht. Tha, miliona euro investime blirt, unë e ta kam të pa mundshme me siguru vende punë, sepse më kanë met pajisjet që aty. Sepse në anën tjetër te ke pas një qeveri që se ka hallin e ati biznesit Malishev, as ati biznesit në duka gjenë, ata e kanë hallin e pasurimit të parave që atyre ju shërben për fushata zgjedhore. Dhe i shihni sot, që ato pare ishtin sistem për me ble vullnetin e qytetarëve të Kosovës me hajni që i kanë bo. Dhe është krejtësisht e pa drejt që qytetari Kosovës me pësu në dëm të Dejonës, në dëm të Nagipit, në dëm të Martinit, dhe me pas një kryeministër e një kabinet qeveritar që dele lavdohet, thot, kur së shtrit bugjeti i shtetit e Keku s'ka qenë ma mirë se sa në kohën e pushtetit të Nagip Krasnishit. Pra ndaj është e pafalshme kjo, Valion, duhet ndalit kjo. Do të keni mundësim prap Blerta, sepse nuk u transmitu sinjali, por kalun 2 minuta prap këtheme tek jo. Zoti Bislimi, me që u diskutua për këto aferat e keqpërdorimet, çfarë mekanizma do të vendosni si subjekt për të parandaluar keqpërdorimet e mundshme në sektorin energjetik? Shikoni, unë desha sporit këthejem tek një cilësim, kur Ramosh Haradinaj thoshte që nuk e di për kë është ka punën Albin Kurti, mendjen e kishte kryesisht të puna energjisë. Sepse energjia është burimi kyç i zhvillimit ekonomik dhe i tregtisë, po dhe i kapitalizmit në përgjithësi, po këtu duhet ta përfshijmë edhe sigurinë pro vendore e përmoston edhe kombëtare në bazë të saj. Prandaj edhe ne e kemi vënë si një prej 3 pikave kyçe është edhe energjia. Nuk e kemi lidhur rastësisht as me zhvillimin, as me sigurinë, pra këto 3 pika tona që janë edhe si slogani ynë, nuk është i rastësishëm. Prandaj edhe kur flasim për energjinë, duhet t'i marrim parasysh me njerë këto. Që marrim pak historinë e çështjes së energjisë në Kosovë, për gjatë viteve 60 është bërë Kosova A, pastaj kanë qenë disa hidrocentrale, mini hidrocentrale në për Kosovë më përpara, dhe gjatë viteve 83-84 më duket Kosova B. Dhe pjesa tjetër e investimit dhe e politikave të cilat janë ndjek janë pas vitit 2000, ku, si që thash më përpara, qeveria Haradinaj ishte ajo e para që e kap në dorë dhe kërkon që të gjenë zgjidhje dhe shkputje nga rrjeti elektrik me Serbinë dhe lidhja me Shqipërinë. Dhe e ka cilësu këtë ka hera. Prandaj, prej 2020-ës, gjersa është rrit energjia elektrike në Kosovë, bëni me mend, nëse marrim në 6 vitet e fundit, dikon shkon mbi 50%, mbi 100%, do që jemi dikon në 300 euro kilovati, dhe ndërkohë në Shqipëri këtë vit ka rënë në 10%. 10% e kanë fakturën më të lirë qytetarët në Shqipëri dhe merrni shikoni te Alpexit, te faqja e saj dhe do ta shihni se sa prodhon Shqipëria, sa konsumon, sa prodhon Kosova, sa konsumon. Thotë që keni 2 fish prodhimin e shtetit shqiptar krahasu me konsumimin, 2 fish e keni konsumimin në Kosovë krahasu me prodhimin e energjisë. Okej, kalojmë Dashta shumë shkurt, mi prek 2 çështje, nepotizmin, kryesisht në sektor të energjisë në kek and cost, që kanë falimentu, do në kosti është bus falimentimit të i që njerës të tëne, e të ishti kostin me marë kredi për me la borgje, e në kek me njerës të partisë që i kanë vendosë aty. Nëse këthejmë i mrapa mi diskutu pak tenderat një burimor që kanë do në Republikën e Kosovës, gjë 1544 prej tyre. Shumica e këtyre tenderve një burimor jënë në kek. Tendera një burimor, si me ardi kush këtu mi marë njerës, me thonë, hajde ule me bojmë një kontratë që e marveshën që e tenderin edhe i merë paret. Pra, 1544 tendera është me i zbërthy në ditë është njën ditë edhe qëtunën edhe dilën, pa nalë kur, që jenë shku atje. Dhe krejtë në fund kësaj, Keku me Keskon, marveshën e fundit që këta dilin në Parlamentin e Republikës Kosovës dhe u krenoshin me këtë marveshje, që Keku me i dhonë energji elektrike Keskos, dhe këtë energji elektrike mos me pagu Kesko tash, me pagu në vitin tjetër, dhe në interes me këthy një 5 milion euro Kekut. Po ato 5 milion euro kanë me na ishtin fakturë të energjisë elektrike.
atë shpenzim që e bojnë, ata kanë me kthy edhe me u rrit qytetarëve të Republikës Kosovës prapë çmimi i energjisë elektrike, sepse këta janë mundu me nol tash, me menaxhu tash, me shty pagesën për vitin tjetër, e në vitin tjetër edhe një herë ma shumë. Apo kupton? Sepse këto kanë mundësi me i bë për shkak që i kanë njerëz të tyre të punësuar në këto pozitat larta të kompanive. Përveç kësaj ngritjes që po të bë të fundit. Ngritja e fundit u blloku, s'pat ngritje të fundit, e ndalën. E ndalën se thanë na bënëm një marrëveshje për me ndalë ngritjen mes Kekut dhe Kecit e Keskës dhe Mazgjeli. 30 e kusur milion euro marrëveshje, u shty pagesa që mos me u rrit çmimi i energjisë elektrike. Po ajo shtyje pagesës i ka një 5 milion euro interes që kam i kthy. E qatë 5 milion euro që na e kemë bakshesh tani në fakturat e energjisë. U përmend këtu për kolegu Takes edhe për po përmend gjithmonë të partive të tjera politike, na kemi një ndryshim substancial rreth energjisë. Unë personalisht, partia së demokratëve mendojmë se krejt sektori i energjisë, gjithçka që ka të bëjë me energjinë, nuk bëjmë me u privatizu. Duhet më dhonë me leasing. Duhet më menaxhu prej kompanive private, se menaxhojnë më mirë. Po duhet më dhonë me leasing. Leasingi ja u bën të mundshme shtetit me majt kontrollën. Jo me menaxhu për çdo ditë, jo me shti balltos kanë punë, jo me shti ka aktivistat partisë punë. Njerëz privat, me fonde private me menaxhu dhe me bë fitimin e vet. Po krejt sektori i energjisë, të përfilluar pe gjenerimit, distribuimit, shpërndarjes, duhet më konë me leasing. Kjo është polisa e Partisë Socialdemokrate. Gjithçka rreth energjisë ka më shku me leasing. Ka më menaxhu privatisht, po shteti ka më kontrollën. Një gjë është tepër më rëndësishme ka bëu përshtypje është një fjalim i Albin Kurtit, ku thotë ja thy lopata të rotorit turbinës. Një inxhinier, pse thotë ashtu? Pse ai duket e ka marrë vesh se populli s'dojnë me nigu fakte. Thu diçka dhe u kry. Mas pari, turbina nuk ka rotor. Po hajde se pja qesim një rotor dyqysh. Po rotori s'ka lopata. Vëdin, fol broshkulla i thënë në Shqipëri, adhe nuk di i përdojnë. Fol broshkulla edhe njerëz, ba. Kjo është çmenduri, unë të nuk du dikush një mjek i psikologjisë me ma spigu çka është kjo punë. Plus, e kitë garantume, sa të është Albin Kurti në qeveri, kapacitetet gjeneruse të Kosovës kanë me stagnu. Ka mu kryu në një vogël, sa me thonë, kanë me stagnu. Arsyeja është shumë e thjeshtë, se fitimi mito që e marrin prej blerjes të energjisë është e pakrahasuar me të nderat rrugëve, me të nderat shtëpia, me të nderat tjerë. Mito për energjisë është e pakrahasueshme. Megjithatë, zotë Gaçeti, zoti Kurti po thotë që populli janë të kënaqur edhe po votojnë, jemi ngarë. Po, nego, dy burime janë kryesore. Është mashtrimi dhe blemja. Ai kur thojnë vetëdos, ai kem fitu vota. Është një pavërtet e madhe. Se mund është blerë pastaj. Është mashtrimi edhe blerja. Këtu nuk janë fitore. Për shembull, ti më shku me ble domolla në treg që tash, nuk thu i kom fitu. Po me i mjell baqet tone, e më shku me i vjell, i ki fitu. Ose më shku kojshin me mashtru e me avjell domolla, nuk është fitim. Nuk janë, vetëndosja nuk i ka fitu votat asnjëherë. I ka marrë përmes mashtrimit edhe blerjes, po me i fitu do më diçka tjetër. Votat i kem fitu në 2010-ën, kur si kem mashtru, i kishim pa mashtru, se që ishim flamurin komtarë, kështu punë se desha i shkreti. Unë e që ishim atë flamurin aty, e su që ishim kom, ma nuk që e kam përnime. Që ishte nga ishim kom në përshimni. Harron tash, shkoja e punë, tash e ka nis me vjedhë. E ka nis ata me vjedhë, se unë nuk i kom. Valjan, nëse diçka e karakterizon këtë qeverisjen e këti pushteti është e para propaganda e pas skrupullte dhe mënyra se si me fijen e përgjithësi sa i trajtojnë qytetarët e Kosovës. Sa herë kemi folë në seanca plenare për ullje të TVSH-s ose të akcizës, për lehtësim të jetës të qytetarit Kosovës, qoftë çështja e naftës, qoftë çështja e produkteve esenciale, përgjigjeja e kryeministrit u konë çka ka lidhje. Unë edhe kur sa herë ju po kërkoni që unë të azbres të vëshën ose akcizën, unë s'po ju dëgjoj edhe ma shumë po marrë besim prej qytetarëve të Kosovës. Ai nuk e ka hallin e njerëzve që sot duhet me zgjedh a me pagu kredin, a me pagu rrymen, a me ble produktet esenciale që sot vlera 100 eurove para 4 vjetëve sa ka qenë është 60 euro sot.
Çmimi i ujit është shtrejtu për janarit 42%. Çdo produkt ka rritje. Albin Kurti sot e ka hallin e propagandës, e ka hallin e sulmeve, e ka hallin e manipulimit edhe natyrisht vjedhjeve. Qëre mu më kujtu veç tash një insert, Dejona Mihaili, pra po këthejmë ta ajo, sepse mendoj që është trumbullar, Florin, i gjitha... Jo, është vegla. Vegël kryesore për keqeverisjen, dhe unë menoj që ajo punon, edhe unë menoj që ajo është e koordinune thellësisht me Albin Kurtin. Për shembull, e ka një komunikim në WhatsApp, ku thot i drejtuat në Agip Krasni që thot mediat po shkrujnë, që ka keqpërdorime kompania Gen e Martin Berishajt dhe akuzot Martin Berishaj që ka dëmtu bugjetin e shtetit deri në 4.2 milion euro. Në Agipja këthen, paka shumë qashtu, që e konfirmon abuzimin, keqpërdorimin me paran publike, e të kini kryeministër, që dele krekoset, ndam e në kures të shtetarit. Po pa tjetër. Me pandodhë që kjo në qeverinë ashtë i thashë. Jo, me pas ndodhë. Na ishim dal, ishim shkara vit në për bulevard. E na këshim në zharë, e këshim bërtit, e këshim shau, e këshim gjujt gurë, s'kishim do në gjo pa bo. Tash, është vetëvendosja e lejushme me vjedhë? Të mëna populli Kosovës ja ka dhonë lejen me vjedhë? Thutëm se ju një më ka herë për di. A ka marrë licencën për me vjedhë prej popullit? Çka është kjo? Florin, për incidente më të vogla. Për incidente më të vogla, ti din çka kem bon. Për incidente më të vogla, për keqpërdorimi që ka bërë PDK atko. Shumë më të vogla, më të kamuflume, jo çka është transparente. Kena bo komisionet pa numër ta hetimor dhe i kena nxjerrë në pa që të keqeverisen akt akuzat nuk ka ndodhur rasisht. Aty ka pas dosje që e ndërgu në prokurori. Komision hetimor që ka në detaje e ka hetu procesin e korruptimit që ka ndodhur, sidomos me çështjen e mafisë energjetike në Kosovë. Po këto një diçka tjetër. Albin Kurti i ka sulmu institucionet e drejtësisë, i ka bë thirrje për linçim ndaj prokurorëve, ndaj gjyqtarëve, dhe mu më vjen keq që ne ende nuk kemi një vendim final për abuzimet e keqpërdorimet e panumërta që ka ndodhur. Ka të ratisë shteje, ka të na qiremi në për rrugën e për nëse sistemi ynë i sundimit të ligjit nuk vepron. Dhe unë prapë po them edhe sot këtu, që sistemi drejtësisë duhet ketë kurajo që ti thot stop keqpërdorimit që Albin Kurti e Dejona Mihailja u kanë bërë shtetar. Jo, veç pak, u përmen nafta, që një sekundë, naftën e përmenëm. E kem lutë në Kuvend Republikës Kosovës. Heqe bëj akcizën. Ule të vëshën se bujës ka nevoj. I shkua e punëve në për ara. Fermerët kanë nevoj. Me pas naftën ma lirë. Prodhus vendor kishë nevoj sepse u rrit këtë çmimi i prodhimeve tyne në konkurencën jashtë. Nuk e heqke. Bëjke hajgare me njëve, u qup tash para zgjedhjeve 2 milion euro, ja u dha kompanisë private të aviacionit, se ka hypë çmimi i kerozinës. Ka hypë çmimi. Do me thonë, nuk ka bëmja ullë të vëshën e akcizën që bujku me marë naftën ma lirë. S'ka bëmja ullë të vëshën e akcizën që fermeri me marë naftën ma lirë. Nuk e ka ullë çmimin e naftës për me mundësu prodhimeve vendore, po tash çmimi i kerozinës ka hypë, do të mja dhonë 2 milion euro, për mi pru bashkëdhetar tonë me votu. Jap fjalën edhe Labit. Faleminderit. Albini në fakt ka investuar shumë në energji, po jo në energjinë elektrike dhe ato që i duhen qytetarit. Sepse nuk ka njeri që ka investuar më shumë në energji të militantëve dhe në gjepat të tënë negative dhe në ofendime. Nuk ka asnjë qeveri, jo në Kosovë, po në botë që ekziston në një botë perëndimore, demokratike, liberale, që ka bon linçime më shumë dhe organizim sistemik të propagandës, të ofendimeve dhe të cënimit drejt për drejt, sepse e ka cënu drejt për drejt sistemin e drejtësisë. Bëni me mend se nuk është pak. Kur sulmohen prokurorët në mënyrë sistematike, sulmohen gjyqtarët në mënyrë sistematike, as nuk është e rastësishme, as nuk është si thuash e pa qëllimt ose pa një prapaskjen për mbrapa. Prapaskjena është e qartë, e tha Blerta, energjia elektrike që, si që thash edhe më herët, është siguria e vendit. Është siguria e vendit. Nuk është veriu, se veriu nuk ka qenë asnjëherë i cënuar në realitetin
e terenit, sepse ka qenë brenda sovranitetit Kosovës, ka qenë prej 99-ës, sidomos pas 2008-ës, këto janë broçkullo. Siguria në kuptimin e intervenimit të policisë në veri, ka ndodhur prej Hashim Thaqit, ka ndodhur dini mas shumti prej Ramush Haradinaj, për atë parë që më e ka likvidu ndërhyrjet e Serbisë përmes zyrtarëve të saj, dhe ai ka qenë një proces i vazhdueshëm këtë 20 vjet e fundit. Mirë, po siguria më e madhe dhe sovraniteti është energjia. Dhe këtu Albin Kurti, që për me dhënë sovranitetin e Kosovës, ku na shet ato prallat, Këshemenja e ka çliru veriu, në tutit e ka qenë i pushtuar veriu, ndonjëherë, ai e ka dhënë sovranitetin e Kosovës përmes energjisë elektrike. Dhe këtu është cënimi i drejt për drejt i sovranitetit, dhe këtu e ka hallin ky njeri kur faktikisht i sulmon prokurorët, gjyqtarët dhe sistemin e drejtësisë. Nuk pajtona me ty Blerta për mënyrën qysh mi luftu këtë korrupsion. Ti thu prokuria, gjyqësia. Ai e din, dhe aktivistët e din se unë jam kon aty. Ata e din se targeti maj but, maj kollajshme i sulmu janë prokurorët dhe gjyqtarët. Pse ata mundën me dhonë një deklarat për shtyp, mundën me dhonë një mënyrë kulturume civilizime. Nuk e kanë mundësirë, nuk hynë në kundër propagandë. Për që ata e ata edhe nuk e kanë drejtë. Më konë ata ishë në ardhë një huqë që aty ishë një huqë ti. Po ata nuk e kanë, përse për thomë në më dalë më shkaravit, nashta nuk jam për ata vlerë. Edhe ata kërë më dalë si më dalë më shkaravit. Po nashta, që ky popull, me qëtë nivel ku ashtë, duhet me dalë. Pse ai e din se i sulmon prokurorët, gjyqtarët, i atakon. Ata nuk kanë mundësi mu me vrojt. Pse s'vinë këtu me neve? Pse nuk vinë? Se ata janë, na kem mbrojtjen, i kem faktet, i kem mesazhet. Prokuroria nuk mund të mbrojtë. Qysh me ardhë që debat energjisë kër i kanë vjedhë qytetarët se cilin shpi, nuk kanë Mas pari, pajtona me visarin plotësisht, se kjo është skema ma e ertë e korrupsionit të hapun që ata kanë bërë, dhe sot është fëtirë mi pasë edhe në studio. E dyta, Florin, të njëjtit që sot janë pushtet, e kanë gjujt policin me gur, e kanë gjujt me gur ambasadori, e kanë janë të rjek zvar, i kanë godit, i kanë sulmu institucionet e Republikës Kosovës. Mirë, ju në kanë opozit, kom prit që në pushtet, kur i marim 51%, sjellja atyne politike duhet jetë me përgjegjësi më të madhe. Një kryeministër që vjen kuvend Kosovës edhe thot, ekziston thot një zel jashtëzakonshëm u marrë me Martinin Nagipin. Nuk di të qysh prokuroria po merren me këta njerëz që i kanë sjell veç profit Republikës Kosovës. Akt akuza e hapun, dosja e qartë, dëmtimi i buxhetit Kosovës miliona euro, dhe kini kryeministër që në foltoret kuvendi dele thot, let vjen prokurori, letum të rjek zhak nëse do në me marrë intervist. Qysh në vendos të një sistem të sundimit të ligjit në Kosovë, kur kryeministri i kalzon kush do të mu zjetë krye prokuror, kush i pëlqen glau konjufsës, kush është i papranushëm për Vjosa Osmanin. Qysh se folin një fjallë për bashkim, bre. Që 20 vjetë qiti goja një fjallë. Jemi bashkë, jemi tonë këto, jemi vazën e motra, jemi një popull i vogël me vujtjet mëjë. Një fjallë nuk i duhet, një fjallë goje. 2017 e ka iqë. 2017 e ka iqë atë fjallur. 2017 e ka iqë prej fjallurit bashkimin e këto të Vesh për përqarë. Po ata rast, Florin, Krejt grupi, vesh me përqarë. Me bisedu me një zojtës të Ferizajt. 7 motra ta jem. Motra me motrën ta nuk flasim për shkak se dojmë qëndrime të ndryshme. Ta jemi të ndane për shkak të politikave të Albin Kurtit që na ka përqa, nuk flasim me njëna tjetrën. A i ka qenë gjendje për shkak se s'ka hisën historinë e re të shtetit Kosovës. Nuk ka hisën histori. Me përqa, me përbalt, me delegitimu gjdo sukses t'i vendi. Ta ka kriminalizu punën e një biznismeni suksesshëm që ka pagu taksa për këtë vend. Ta ka kriminalizu luftën e ushtrimtare të Kosovës. Ti ka dhonë të drejti kuj me arë në parlament, me thonë let jetë në burtë për herë shumaj. E vërtet, veç që ka ndodhë, sfundmi nuk i falet. Ligjin për shtetësi. Absolutisht. Veç pak. Ligjin e ri për shtetësi, do më thonë, ty, kome t'i prunje 200.000 sërbë që Jo, 350 dhe 400.000, 200.000 është tu. Apelojmë dhe 200.000, lema 200.000. Ta lonë sa dushën, ta bëjë dhe 350.000, nipat e Adem Jasharit, e Agim Ramadanit, kome t'i barazu me nipat e kriminelve që kanë prej qëtu.
Modje ministri shumë detyrë tha që opozita po i keq informon tha qytetarët tha veç pak. Kur të regjistrohen që ata pleq, gra, trit, më shumë, a kanë me marë shtesa njëtë sikur të tjertë? A kanë me dhonë benefitet njëtë sikur fëmisë, këto sikur ajë që kanë më regjistru nesër? Të plakut, pensionerit, lehonës, pa di që ma e keqja, krejtë që ata që regjistrohen kanë drejt vote. Kanë drejt vote, që ata njerës kanë me ardhë edhe me të gjujt një 200.000 ose 300.000 vota qëto, edhe me të arri ty listën sërbe që s'pedon me pasën për institucione, edhe me ta morë edhe me ta reziku pavarësinë e shtetit. Me ti morë dhe të puta shqiptarë, pëse. Pavarësinë e shtetit tonë ka me ta reziku. E tash a i le del në për konferenca, se ata duhet me kamuflu di qysh se kanë bo keq. Ska dispozita të reja, tha të shka në dispozita që rrjedhën nga pak veç kallëzëm, Valon, kur ti regjistrohesh, je shtetas i Kosovës, a ki të drejt votin Kosovë? A je i barabart me secilin qytetar që edhe beneficionet, edhe shtesat, edhe gjithë kemi marrë. Pra, ka del konferencë për shtyp me folë. E vërteta është që kjo që përja thëmë, që kjo ka me të ndodhë, nuk ka ku me ikë. E që kjo është rrezikim i pavarësisë të vendit. A deshtë në të vite shlape, okej? Duhet me ditë qytetari në vendin tonë, duhet me kuptu thellësisht që kur Ramush Haradinaj shtron pyetjen ose dyshimin, e vë dyshimin, në ka është ka lëviz ky njeri, nuk e vënën për çështje të votës, se ka bon kur një gjë tillë për kërkan. Nuk është e rastësishme do thotë ai dyshim që e ka vendosur qysh prej herët e që arrin deri në ekstremitetin e fjalorit, gjë që nuk është në fjalorin në zakonshëm të Haradinajt. Do thotë që ai dhe shumë njerëz këtu, na jemi sinqerisht ka pyesim për ditë më shumë ku i ka qëllimet, sepse këto duhet me kuptu. Dhe na e dim se asnjë njeri, asnjë politikan, asnjëherë nuk e ka rreziku më shumë sovranitetin e këtij vendit dhe pavarësinë e tëna, jo vetëm energjetike, po i thash që edhe sigurinë. Ti këtë blen armatim, gjë që nuk e ka bëj, që të mirë me vesh edhe në këtë pikë, sepse është marrëveshje 10 vjeçare, tutna bëmë se të vazhdoj. Është se mos pak jam të fol. Është marrëveshje 10 vjeçare, do thotë për ushtrinë, e cila është kontraktuar prej qeverisë Haradinaj kur është formu ushtria, Ministria e Mbrojtjes e tjerë. Këtë faktikisht e ban ushtrinë, këtë blen armatim, këtë investon në ushtri, kur ti nuk e ki të sigurt vendin për çështjet energjetike. Sepse tema sot është për çështjet energjetike. Dhe ky njeri e ka rreziku në thellësinë më të madhe, jo vetëm sepse po ja marr një shembull, se morr edhe Blerta. Banë me ka kompani sot që detyrohet mi largu 20 punëtor. 20 punëtor sepse për një herë ju ka rrit çmimi i energjisë, ju ka trefishu. Dhe ai domthon kur e llogarit se so pagun muj, ai detyruam mi largu s'disa punëtor. Nuk janë të rastësishëm që kanë ikë 200.000 vet këto kohë të fundit thotë për Kosovës. Na e kuptojmë rrethonat e tjera kur kanë ikë, po sot janë drejt për drejta, nuk janë konjunkturale, po janë strukturore. Thotë që janë politikat të cilat janë ndjek edhe janë implementuar prej Albin Kurtit që kanë bën një pjesë të madhe të fuqisë punëtore me ikë prej vendit. Dhe këta çdo qytetar e di dhe nuk duhet mu mashtru prej fjalëve të kota, ranave në fakt, se janë rana të kullume dhe na i dimi shumë mirë ato, edhe mashtrimeve të Albin Kurtit. A të bëjnë një korrigim? Po, patjetër. Unë e ti duhet me luftu më shumë në këtë debat kuptimin e luftimit Albinit si monstrum politik, se unë Ramushi kem pani më bukur shumë, unë ma shumë, Ramushi ka pak. E Blerta s'ka nevojë me marr pjesë këtë debat se kadria na kallëzu kur ka pas. Absolutisht. E ka thënë. Ka kallëzu njëri. E ka thënë haptas. E ka thënë haptas, nuk ka pas vokabular në kullushëm, nuk ka qenë një fjalues i madh, po e ka thënë me 3-4 fjalë që thonë populli shër shqip, si që ti njëri keni mja pa sherrin. Tash po del diçka që ajo ka para pa shumë më herë. Kështu që më fal se nuk deshta me intervenu, vetëm deshta me të liru për përgjegjësisë. Jo me të liru ty personalisht, po ti kupton. Florin, zonat, ose mirë të them, zonat e propagandës e kanë dëmtu naracionin publik shumë shpesh. Në kohën kur Kadri Veseli e ka thonë që ky njeri ka me konë Iran e i rrezikshëm për Kosovën, e që ky vend ka mja pa sherrin, unë e di që ka pas plot njerë që e kanë pa me dilemi deklarati. Qysh, mune dikush që si Albin Kurti me konë dëm për Kosovën. Qysh nuk është i dëm shumë për shtetin e Kosovës dikush që në qeverisjen e tij për 4 vjetë
Mbi 250.000, veç për 4 vjetë po i flasë, mbi 250.000 qytetare kanë lënë Kosovën. Unë e di që edhe në të kalunën kanë shku, po në qeverisjet e kalunën njerës kanë dalë për një vend pune. Sot Kosovën po e braktisin inxinjert, po e braktisin mjekt, po e braktisin kompanit e mëdha, kuadrot e mëdha. Kesh një ditë në qendrën klinike universitare, rrezik është mos me pas anesteziolog sot. Sepse ky ambient është boj pa përballueshëm për shkak të qasjes ti që nuk do me rrit paga. Do me rrit buxhet, do me ndohat buxhet qysh ai don. Qysh ai don vet dhe do mi don qytetarët e Kosovës pa shtresë. Qyri sot për shembull, qyri qerdhet. Gratë ose familjet në Kosovë sot e kanë të pamundur me përballu çmimin e kopshteve të qerdheve për me qu fëmijët e tyre me pas një vend pune. Dhe çka bojnë? E zgjedhin një doktor, dikush që është mësues e zgjedhin me ik, jo që se dojnë vendin e tyre, po që e ka polarizu shoqërinë nga mbrana, e ka varfru shoqërinë, jam i veni dytë më i varfër në Evropë. Jemi të vetëm pa... Dytë pas Ukrainës, që është luftë. Dhe merreni me mend. Dhe jemi ma të varfër, ma të izoluar se asnjëherë më parë. Kush vjen sot me investu në Kosovë? Duhet me asiguru rrymën. Kompani që këtu s'ja dalin me tu, s'ja dalin me majt bizneset e tyre. Dhe kini njeri që për çdo ditë deli i shan, i fyt. Nuk jam një suksesin. Nuk jam një suksesin. Unë jam biznesmen. E para gjanë që unë këqyri është rendi dhe ligji. Kur shkoj me investiti, unë qofë se shkoj. Ma e para gjanë, as interesi, as fitimi, as rendi dhe ligji, me mucë dhe kush, ambron dikush, mi qitë dikon gjëgjë, a kom drejtësi. Që ajo është regulli parë, kryeministri gërvallet natën e ditën, e sulmon prokurorin e gjyqësinë, nuk ka biznes. Na i matrapaz vjen se matrapaz atë investim dikush që s'ka sundim të ligjit, s'ka. As një biznismen me kredibilitet, kur ta ndin ata të thonë, janë matrapaza, prokurorët janë kështu, gjyqtarët janë kështu, nuk vetë fjala, nuk ki nevojë me thonë. Kur e sulmon legjislacionin e Kosovës, Kryeministri i Shtetit. Kryeministri i Shtetit. Kryeministri i Shtetit. Pa drejt. 51%, sepse ka dallim, 51%. Është e përpushme prej opozitës, po prej kryeministrit, prej pushtetit në sulmu. Ki 51%, edhe i turrësh prokurorisë së gjyqësisë, publikisht. Po ti pret me ardh dikush me ndërstu këtu? Na zoti na ka pa me diasporë. Mos mi pas diasporën na. Ai veç shkurt se ja mora fjalën, ai ka instrumentalizu institucionet e shtetit, se na se kemi sot betejën me një parti politike që është vetëvendosja. E kemi me shtetin, sepse ta ka kap shtetin dorë, ta instrumentalizon policinë e Kosovës, ta qënë djemë të vajza. Jo, do mi bo ata gjanart. Jo, so ka mundet, nuk ka mundet, se ta janë për familje patriotike. Absolutisht, djemë të qikat më të mira që ti ven. Nuk ka mundet mi poshtu djemë të qikat më të mira që ti ven. Dënë mi bo gjanarmarin, polici private, personale. Djemë të qikat më të mira që ti veni që janë produkt i ushtrisë lirimtare të Kosovës, që sot i shërbejnë uniformës së shtetit, ju thot shkoni se po duhum trazira, sepse Albin Kurti sot funksionon vetëm në kriza. Pra ndaj dhe slogani jonë është sot japim fund krizës. Veni ka nevojë për parashikueshmëri, për stabilitet, për munal vre pak me menu që të ven, që e përmene Florin, kur e ke një të folë për bashkim bre njërë të vetë? Një fjallë. Pikëthemi që edhe njërë të visari se përmend shumë centrali me gaz pra gazifikimi, edhe mla për shtypje kjo importi 1.1 miliard, dikon 600.000 euro gjdo dit. Ku do të mund destinuoshin këto të gazit, të termocentralit të reja, po 1.1 miliard euro jënë 2 centrale me gaz nga 500 megawatt. Dhe ato me pas nisë me ndërtu, kur jënë artë në pushtet, sot ishim kanë të shfrytzu energjinë elektrike për tyne, sot ishim kanë akter kryesor i Amerikës në Balkan, jo me shku Serbia me bo marrëveshje strategjike me Amerikën për gaz. Neve në kanë duhet. Unë jem shku në shpit bardh në departament shtetit në 2019-2020, thëshin nuk po mujna me besu. Palmer ka raportu në Kongres. Palmer ka raportu në Kongres është interesi kombëtar i Amerikës. Zanë sekretari i shtetit ka folë në ndëgjim publik. Florin, kufini i Kosovës me Serbin është kufini i Amerikës me Rusin. Kufini i Kosovës me Serbin është kufini i Amerikës me Rusin. Amerika dënë me pas prezencë të përhershme në Kosovë dhe me pas marrëdhënie të mira me një shtet i cili mundson qasje të drejtë për drejtë.
Projekti i gazit ka qenë një i tillë. Pa ka shpjegu pa Projekti i në Kongres, në gazit, dëgjim publik. Kosova është dashur me kon nyja kryesore e Amerikës në Ballkanin Perëndimor për mi furnizu Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë e Bosnjën me gaz. Po e kanë refuzu. E sot na flasim për veri. Hajde bre që ka bëu do punë të mira në veri, po nuk është më koha veriut. Sot duhet me fol për zhvillim, duhet me fol për investime, duhet me fol çush i bim kompanitë private këtu, po ju t'ja rrit çmimin e rrymës. Djem thiri, dikush një imi prej Rrugovës atje, tha kom pagu 10.000 euro në mujt energji elektrike, ta shumë të pagu ka 30.000 për shkak se i kanë qitë bizneset në treg lirë pa para lajmërim. Dhe para disa ditëve, gjykata kushtetuese e ka rrëzu vendimin e tregut të lirë të energjisë elektrike, bizneseve. Dhe ke kush është kjellë kushtetutën, o krye kriminal. Sot gjykata kushtetuese thot që bizneset të cilat i kemë nxjerrë në treg të lirë të energjisë ka qenë vendim jo ligjor. Pra, duhet mi kthy tash ato biznese, mi u dhon furnizim prej furnizuesit universal, jo me i nxjerr sepse e kem shkatru biznesin. Edhe po, normalisht kur s'ka biznesi punë, s'kan prit punë këtu. 40.000 fëmijë, 40.000 tri për çdo vit e kanë shu Kosovën. Kjo është sikur me lshu një katon, një qytet, komplet me tushtrosh. Vitia 35.000 Sa i ka vitia 35.000 me shku, sepse ata nuk kanë pas zhvillim, perspektiv, nuk kanë pa të ardhmen këtë vend. Dhe në vitin e kaluar, nëse zgaboj do statistika i pash, 15.000 turq e filipinez ishin ardhur Kosovë. Na i kena qu 3 ton, inxhinierat, doktorat, arkitektat, farmacistat, edhe i kena pru të tjerë. Ata tash këtu kanë me kriju familje, sufisientar me punu, rrinë ma gjatë, e tanë t'i kemë zirë jashtë. Pra një vend ku s'ju ke ofru perspektivë rinisë tane, s'ju ke ofru të ardhme, i ke përzonë për këtuit, e tash del edhe ju jep 100 euro. Duhet me marr 100 euro, po studenti ka nevoj për shkollë, ka nevoj për një vend puni kur të kryjë. Pensioneri nuk ka nevoj për 100 euro, ka nevoj për listën e banave esenciale me pas me shku mu furnizu çdo muj. Hiç po shkojnë ma larg. Punëtori nuk ka nevoj për një herë 100 euro mi marr, ka nevoj për një pak dinitetshme. Veç në Shqipni po shkoj, hiç ma larg Visar. 6 miliard dollar marrëveshje shteti shqiptar me SBA dhe Greqinë për çështje energjetike. Edhe kjo është lajm i mirë. Na jemi shqiptar, unë i gëzon suksesit Shqipnisë, qysh duam ju gëzu dhe suksesit Kosovës. Besoni, sot kishim pas mundësi me fol për një projekt serioz, i kisha thonë bravo të kuft Albin Kurti, që i keni mu shtetit tanë. Na e kemi një kryeministër Leqë nuk don me bo marrëveshje me SBA-n, po thot gazi është i Rusisë. Dikush që don me ta kriminalizu çdo sukses secilit vend, edhe ka varfru edhe matutje Kosovën, e ka largu pi Shqipnisë, e ka largu pi Bashkëpunimit Maqedoni, na ka përqa partit politike në Kosovë. Sot Kosova është që atje në qërsokak e lane e vetmune prej faktorit jashtëm, e cenune pi brenda, e varfrune dhe qytetarët janë pa shpresë. Pra ndaj po e them thira jam sot është që t'i japim fund qytetarët të saj krize. Tonë mëri kishim mu, tonë kishim një mu, absolutisht. Une, para 2 vjetëve ka në Amerikë, më ka thirë shefja kabinetit një senatori, Chris Murphy për Connecticut, më ka thonë, aman mi pa, po qysh s'ban mi pa, më ka thirë që më gavër në telefon, Florin, ti po fletë kundër ti, po thosht, aman, po qysh s'ban, më nja bëj takimet, s'ka nevoj me më thirë, me më qu, sot, i thirë i kompanit me investu për Kosovën, se kemi vujt shumë i po këtë shtetë. Tonë kemë sakrifu njërën e vetë, dikush ma shumë e dikush ma pak. Tonë jemi bashkë këtu. E ka fut thikën në palës, e ka do familjen, e ka do njerëz në punë nuk folin me njëri tjetër, njerëz në rrugë nuk folin me tjetër, unë hinë dyqanë ma kthejnë një shpinën. Ma kthejnë shpinën një që atë kom, mërë që neve kërë. Gabi, po më intereson është gjendja e njëjtë edhe me faturimin e energjisë në pjesën veriore të Kosovës? Atëherë, këtë pjesë nuk do të futëm detaje, po si që na kanë raportu, realisht ane është një tjetër menaxhim nga pjesa, nga ona tjetër është një tjetër menaxhim. Pra jemi, sikur me thonë, 2 sisteme ndara. Po unë deshta më kthyte ajo që thotë më herët, çka kemi me bë? Çka duhet me bë? Unë mendoj që punën e parë që duhet me bë, si qeveri Ardian Xhini. Po quaj qeveria Ardian Xhini, po qeveria arshme, duhet më ullë mas pari me Tiranën zyrtare. Sepse burimet energjetike e përmeni Florini, na jemi të pestit në botë për qëmër, për linjet. Shqipëria është e dyta në Evropë, do të thotë për ujë, pas Norvegjisë.
dhe këta shpesh qytetarët nuk e din, për Shqipëria ka kapacitete të ujit të jashtëzakonshme. Dhe ajo ka investu, gjersa Shqipëria lëndineze ka investu prej këtyre 2 dekadave në mënyrë të jashtëzakonshme dhe ka pas punime e studime për me mujt me rrit kapacitetet e veta. Edhe Kosova thash që ka nisë me qeverinë Haradinaj, Mustafa, Thaçi e tjere, dhe prap Haradinaj e ka përmbyll një proces dhe në fund e kanë shkput atë kontratë. Na sot e shohmi pasoja të drejt për drejta, ku në Republikën e Shqipërisë, siç ju thash më herët, faktura ka zbrit 10%, te na dikon 200% ka hypë për 4 vjet. Prandaj na mas pari duhet më ul seriozisht në partneritet me Republikën e Shqipërisë. Është në programin tonë, është kjo. Dhe gjithashtu në anën tjetër në partneritet me kompanitë, me ndërmarrjet private për me diskutu çka mujme me bon, qysh mujna mu përshtat në tregun e lirë, që ata faktikisht mos me pas pasoja reale. Dhe kështu, nga ana tjetër, unë pët për veriun e Kosovës, pak më herët. Veriun e Kosovës, thash më herët që është procesi gjatë për çështjen e sigurisë, jo për çështjen e mbrojtjes së sovranitetit, se janë 2 gjëra krindryshme. Bile këto ndohen Ministrinë e Mbrojtjes e Ministrinë e Brendshme. Policia nuk ka për me mbrojtë sovranitetin. Policia ka për me mbrojtë rendin publik. Se këtu më bënë e shë, kanë njerë i kanë qërëdit më në njerëzit, bënë menë policia të do ta mbrojtë sovranitetin e Kosovës, edhe kur bon këto kadetat e ri. Më çfarë sovranitetit i son puna jote jo? Puna jote në siguri jo në rendin publik. Të lutëm vështa të kry. Dhe nga ona tjetër, na përgjatë këtij procesi ku siguria në rregull, e thash ka qenë me Hashimin, ka qenë me Ramushin, ka vazhduar se është shteti që mundohet me shtri qeverisin, me shtri sigurinë. Mirë po, aty ku kemi më konë krenar për një me, kur ti e zhvillon ekonominë, kur ti faktikisht e siguron mirë energjinë, na veriun që do me bon plotësisht për veti, është investimet kapitale që bon to. Janë investimet reale, kur ti integron ata sërbë, faktikisht asoj pjesë, sepse ata janë qytetarë të këtij vendi dhe s'ki nevojë me prunë qytetarë të ri prej Serbisë, po këta qytetarë që janë duhet mi konsideru si kur tonë dhe mi integru në ekonominë dhe në punësimin dhe në zhvillimin e vendit tonë. Kjo është ideja. Okej, a mundi me përfundi lutëm nga 1 minutë pse duhet më votu programet e subjekteve tuaj dhe çfarë do të ofroni zgjidhje për gjitha ankesat e shqetësimit që i kanë sektorin e energjisë qytetarët e vendit? E para, Valon, Kosova sot është në krizë, edhe nuk është vetëm krizë politike e shoqënore, fatkeqësisht, edhe u tha dhe pri kolegëve, Kosova është në krizë morale. Edhe për këtë ka një adresë, përgjegjësi është Albin Kurti, që e ka përqash një ndej në këtë moment tepër tron. Qytetarët e Kosovës para se me dëgju fjalë bukura të krahasimeve mes lirimtarëve e zullumçarëve, duhet me dëgju fjalë Albin Kurtit. Absolutisht. Duhet me ndëgju e para një abuzim tult që ai e bën me një fëmijë në mesin e pushatës zgjedhore, që abuzon me një fëmijë të mitun e nuk ju ofron njerëzve projekte konkrete, sepse ai don kështu me funksionon kriza. Me u fol rreth atij rasti, mu marrni me ta. Pra, ne duhet ta stopojmë këtë gjendje. Duhet të ofrojmë rritje të pagave 50%. Partia Demokratike e Kosovës siguron qytetarët e Kosovës se do t'i rrisë paga 50% për të gjithë qytetarët e Kosovës në sektorin publik, për pensionistët, invalidët, familjet e dëshmorëve, ulje të TVSH-s dhe akcizës në produktet esenciale, e gjithsesi ne do të kemi edhe grante për bizneset që sot janë kolaps, me miliona euro janë parapare për studentët që t'i ndalim ata në Kosovë, e të mos e shohin largimin prej adheut të tyre, mungesën, humbjen e shkresës si opcionin e tyre të vetëm, dhe një mori gjanave që unë sot nuk du t'i përmend, por po e them e rëndësishme është që ta kthejmë qytetarin të problemet reale e jo të propaganda e manipulimi që e ka mbush Albini. Unë kam një porosi për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Nëse doni me nal hajnin në sektorin energjisë, me eliminu ndikimin e Martin Berishaj, Nagib Krasniqit, Vuk Hamovicit, doni me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nëse doni mos me ngrit çmimin e energjisë elektrike në 4 vitet e ardhshme, me pas moratorium të ngritjes së çmimit të energjisë, doni me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës. Nëse doni që paret me sahatat e rrymës elektrike mi au kthy cent në cent secili qytetar që është dëmtuar, është vjedh,
duni me votu Lidhjen Demokratike të Kosovës. E nëse doni me heq varësinë e importit të energjisë elektrike, e varësinë e sektorit të energjisë të Kosovës me Serbinë, duni me votu LDK-n sepse LDK-ja ka me ndërtu centralin me gazin amerikan këtu në mes të Kosovës. Prandaj, unë kërkoj votën e gjithë atyre që dojnë këto gjana dhe e dojnë të ardhmen e Kosovës më të ndritur se ajo që kem pas deri sot. Zoti Vesniqi. Unë kam pas fatin me njoftu Farudin Hoxhën, me punu me ta. Është baba i hidroenergjisë të Shqipërisë. I një inxhinier mrekullueshëm. A di herë sa herë mendoj sa Farudin Hoxha i kemi na këto. I fym, i abuzojmë, i shajmë, i keq përdorim, ata shkojnë në Gjermani, vinë në Amerikë. I njekim njerëz të matë. Unë e dyshoj, me njerëz të matë mirë, me politikat matë mira, me bashkim gjithë kombit, kemi vështirë me dalë për krizë energjetike. Po me këtë përqamje, me këto fymje, me këtë njerëz që veç me vjellë, vrerë, urrejtje ndaj gjithë shkafit që kemë ndërtu të fillu për i lufte, e për gjithë shkafit mirë, për pavarësisë, gjithë shka që kemë bo, me këtë njerëz që vetëm vjellë urrejtje, e përqarje, nuk mundën me dalë as për krizë politike, që mundën me dalë shumë shpejt e lemo për krizë energjetike. Krizë mbas krize. Unë do thosha se nuk jemi vetëm në krizë. Kosova është në çrëditje. Tani është fjala adekuate për me kuptu se që është ka ndodhur në këtë vend. Jemi në një çrëditje ekonomike, demokratike, sistemore, etj. Dhe ne do të më kthy në vijen, do thot, në projektimin e të ardhmes. Nuk është Albini në projektim të ardhmes. A i bile e tha në studio në Kanal 10, tha, mund tha nuk më kanë votu ta qytetarë për këtë punë. Më në me mend, tha veç më kanë votu se si kanë deshtë ata. Nuk e ka thonë kërkush tjetër më mirë se ai. Realisht, ai qytetarëve prapën t'ju vlyp vot, t'ju thonë, votënëm veç mos i votoni ata. Po, nëse dëgjon me vëmendje Albinin, ai realisht programin e Nistenitës është të përsërit. Sepse prej Nistenitës në 2026 kur gjë nuk ka bën. Ne, siç e thash, Aleanca jemi për të kriju një model ekonomik të ri, zhvillimor. Dhe ky bëhet përmes pavarësimit energjisë dhe përmes partneritetit me Tiranën zyrtare dhe me SBA. Kjo është çështja. Labi Blerta, Visar, Florin, faleminderit shumë që ishit sonte në këtë debat. Shikues të nderuar, kaq për debatin e sonte. Mos harroni pas pak do të jetë edhe analiza zgjedhore me panelistët tanë. Faleminderit, mirëmbëjtje.